mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni e nga do që të jeni. Ja ku jemi këtu në spektaklin tuaj, edhe këtu në radio televizionin 21. Jemi për çdo javë bashkë. Jemi bashkë, si që kam thënë dhe thënë për herë, autor dhe kreator të spektaklit tuaj, sepse edhe publiku i një gjërë, edhe spektatori, edhe telespektatori është pjesë e spektaklit tonë, nga se ju jeni motivi ynë kryesor që ne të realizojmë e ta bëjmë spektaklin tuaj Odeon. E kemi thënë, është sheshi fjalës e mirë dhe këngës së bukur. Odeon, fjalë e vjetër ilire, apo pellazgo ilire, që nënkupton teatr apo odë shqiptare. Dhe kudo që të shkosh në përbot, do të gjesh emrat e teatrove të mëdha edhe Odeon. Shpeshherë pyeteni, po çfarë ndodh? Ju shihni para skenën, apo ajo çfarë ndodh në skenë? Kurreshtja juaj na ka motivuar që në një javë neve të përcaktohemi për atë, të xhirojmë me operatorin ton se çfarë bëhet në backstage, në prapaskenë. Operatori ynë ka xhiruar pothuajse çdo gjë, duke filluar që nga momenti i parë. Po si fillon dhe si realizohet spektakli juaj Odeon, krejt në backstage, krejt në prapaskenë, ndiqni momente që nga konsultat, realizimi skenarit, bisedat, konsultat përfundimtare me regjisorin Mirton Xhekaj dhe me një armatë të tërë që sillet rreth tij e rreth nesh dhe sjell një margaritar të bukur, kështu e mendojmë ne. Kështu besoj që e kuptoni e shihoni edhe ju që quhet Odeon. Ndjekim pak sekuenca. Si ma sinopsisit, se tash vjen Mirtoni, regjisori dhe ja japim krejt, me edini, e kemi studimin, me njerë shkon miria me një kong, na jemi krejt prezent në skenë, duar trokitje, edhe mas përshëndetjeve, shkoj me marketing, i frasim musafirët, mos harroni sonte i kemi Kreshnik Avdiun, Mahmud Feratin edhe Gold AG. Okej, mirë. Për aktorët, Zena edhe Filorita kanë me ju përgatit për 6 skeqe, apo? Po, për 6 skeqe sonte. Po, okej, mirë. E di që keni punë sot për një fort. Po, me rekvizita e nisi të kene... Studio Selvetë, po keni edhe Leonitën, a? Leonita e ka... E Selvetën, ato dyja qka tash i... Leonita të dreta që ka. Shefet loja, a? Leonita të dreta. Okej, Bene e din kakën që kemi me kënu me piano live te uta. E dine që jena në... Edhe dine që kemi në parkune qëtë, ofër. Shkojmë që pas parku bash, ofër Atë në morë duhet në skenë atje. Sa vive koncentrose. Okej, do më thamë edhe Beni ka si Toni Bolis na paska vri halja, po është të morë me Toni atje. Kamerat e kinë vene krejt? Okej. Balkoni nga vinë me ndryqu më së të harojmë. I ko ka uzu. E po mirë. E kena pjesën. Do me thonë jena për pak minuta po fillona, apo? Po. Okej. A mujna me uqu për shkyt me të gjithë zëtyrat i dini? Po, qëpojmë krejt në Doni, Ademi, Me me djemë shto, jo... me për kamera, Haribo. Haribo, rëndon për shkyt. E një stjërësa, vizita të gjithë Dita. Edhe... Edhe Glaupo, edhe këta të tjera që janë krejtë për vendet veta, edhe i shonë... Shkojmë! Jemi gati, tash regjisor, me thënë, falë, qaki me neve. Pika por me dorë tërkitje, që shkën? Dënë, që gjitha, ja? Si mbas të jena, Pika 2, po, vazhdo. E kitë kjartë, jena në regu. Kretë në regu, dhe sen. Jena... Në ju e jena... Ti, mu mikrofonin shut, 24 orë me ime dalë. Okej. Dhe nërë musafir? Po, krejtë të jemi. Qa të Mahmuti janë me zgatë ma shumë ma pak.
Jep se s'kemi bëhet. Në bazë situatës sikur gjithë që shemë masin pulsin. Okej, jemi okej, apo janë fillu vetë vëllane? Okej, ecë në Alem, se speshtem për një mas kishës, të të mërta. Je lekur të bënesh, je lekur. Ja të mbrinë qa shëmpiti sholla manol që kja. Asta nol, ta nol të kërë. Po se ka për vibra, ka dikush me diçka? Po pja? E kuna pja mërën për 5 minuta pa e që kokit e bukë. Ashtë të jetë më përgatita që masë të pinke tjetër që këtë që të me rëndë në rëndë. Dhe në kësme. Hajde syna një zi, po në trenër me bukuri. O, po jeni sa ma. Nësi ka? Po do të ke kamera Ti e gati, kujden këto vajzat, kush vinë me vajzat? Pas pak një zare të të gjiru o dronin dhe tash ju e dini e kemi shumë të pjatë që jeni pjesë o dronin dhe emisionin, atëre nga nuk është për njëse. Ka me qenë dikush që du gjithë vonë, e nisin vetë të tjerën, sa? A poszli dają. Regjia është e preokupuar dhe bisedon gjërat e fundit me ekipin dhe regjisori Mirton Gjeka është timonieri I tërë kësaj, që nga momenti kur fillon numrimi. Ndiqeni se çfarë realizohet dhe çfarë punë bëhet në prapasken. Krejt kjo në regji e në pjesë tjera në lokale tjera të spektaklit tuaj, jo do? Po nisem, kështu që nisem sot. Hajde! Apo ke qështë të më në ne, test. Mikrofona të kamera. E në gotë. Veç kroni njëm të koni lidu, 10-2. E që pa ma shpej se me sos në pri publiku. Për 2 minutë shkojnë. Okej. Ja s'kam gjurdi. 5, 4, 3, 2. Jesi zemra rodeon, asa shumë ka mërmani për ty. Jesi zemra rodeon, asa shumë ka mërmani. Unë më letën, gramot. Unë më letën. Hajde, komën.